Now that I've had a little sustenance, it's time for some shopping in Eurocoaster's famous old bazaar. Since the 17th century, these cobblestone streets have been the focal point for artisans and craftspeople. I was walking by and you have the most beautiful wood carvings. Thank you. How long have you been making these wood carvings? Unë në këtë profesion kam rreth 40 vjet. What's your favorite piece to carve? Simboli im kombëtar shqiponja është më i preferuari. Është simboli im kombëtar, që e kemi dhe në flamurin ton kombëtar. Na përfaqëson ne. I can tell Albanians are very proud. Can you show me how to wood carve? Me kënaqësi. Nuk është dhe kaq e thjesht, po ju paralajmëroj. You're not sure. Me punë dhe vetëm me punë njeriu mund të arrijë gjithçka. First lesson. Dhe po ju tregoj fillimisht se si mund të mbahet vegla. Kështu mbahet vegla. Sure. Dhe ky është çekiç i drurit. Që godasim. Pa frikë. And again. Avash. Okay. Is that good? Bukur. You're impressed. Bukur. I'm impressed. Can you believe I'm wood carving in Albania? You have to watch where your fingers are. Bukur. I found something I'm good at. Deri aty. Stop here? Stop. Të vazhdojmë akoma këtu për të bërë një pjesë të kolonës së harkuar të portave Gjirokastrit. Look at me go. Lower, right? Mos të nxitoni shumë. Lower, slower, and lower. Oh, now we're trying a new tool. Do të marr një vegël tjetër. Yeah, oh boy, it's a big one. Okay. I found my calling in Albania. Wow, I did that. All right, maybe I can take over the business. Po më freksoni, po më çoni në pension. How long should this take to make? Brenda 4 orësh. That's very impressive. Ishte kënaqësi dhe nder për mua që vizituat punishten time dhe unë që ndava kohën me ju dhe në shenjë mirënjohje dhe respekti për ju dhe për emisionin tuaj, unë mendova t'ju jap këtë dhuratë. Oh, wow, look at this. Dream of Europe, the name of my show. Thank you so much. It's been a dream to visit Gjirokastër, a beautiful city, and to learn some wood carving. I think I found my hidden talent.